përputhje në gjitha aspektet, në aspektin institucional duke organizu dhe kriju mekanizma kontrollit rreth nga ana e KSZ-s, sepse po shohim që nuk po funksionon. Ne gjithë ishim bindur që pas vendosjes së kamerave në qendrat e numërimit më nuk do të ketë manipulime të vota, po ja që dyshimet prapë ekzistojnë, shohim nëse do të vërtetohen. Pastaj gjithë kemi pasur dyshime të futjes të X personave në listë, të cilët nuk është që të gjithë nga 110 kandidatët kanë ndonjë kredibilitet lartë, pra të filtrohen pak a shumë partitë ta marrin seriozisht hartimin e listës. Dhe kjo është përgjegjësia pastaj politike, sepse mund mbartet nga kandidati, mund mbartet tek humbja e besimit në parti dhe mund të ketë pasojë politike edhe lideri. Pra kjo do t'i hap syt edhe tek liderët politik, dhe natyrshëm për ata që dyshohen që mund të kenë kryer këto vepra penale, aty me ta do të merret edhe po të kishin vullnet, nëse vërtetohet që kanë kryer, pastaj po të kishin vullnet, më ata nuk mund të merren me procese të tilla, sepse kodi penal parashet dënime, sanksione penale, madje edhe me burg, natyrisht është kodi mjaft i ashpër kodi penal, dhe përveç kësaj mund të ndaloj edhe ushtrimin e aktiviteteve, varësisht për pozicionit që kanë për periudha të caktuar. Pra unë po besoj që kjo që ka ndodhur është e keqe, natyrshëm, por po besoj që do të pas një hetimi të thellë dhe transparent do të ketë ndoshta një reflektim gjithë aspektit institucional politik e ligjor në kuptim të sigurisës, ngritjes së një sigurese më të mirë për zgjedhjet e ardhshme, kur do të mbahen dhe cilat janë rrallë pavarësisht asaj. Ndoshta ndryshimin dhe amandamentimin e ligjit në nenën e caktuar. Po, dhe pikërisht tek kjo, zotëri Hoxha,